Shkodra ishte ndalesa e rrallës e Fest Folk 2025, që erdhi plot ngjyra, muzikë dhe traditë në prag të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Ky organizim i Këshillit të Qarkut Shkodër dhe kryetarit Edmond Dou ngjiti në skenë emra të njohur të muzikës shkodrane dhe asaj shqiptare, duke dhuruar për të pranishmit një natë të paharruar artistike. Mjeshtra madhe Mukadez Shanga, Urieta Kelaj, Hajro Pepa, Alma Velaj, Adelina Correj, Laurian Eidhi, Glertit Turmetaj, Leonard Guga, Klisman Lazani, Saviana Vjerdha, si dhe grupi Karefila që ka Shkodra, e bën më të veçantë këtë natë, ndërsa të ftuara speciale ishin motrat Eranda dhe Irma Libohova. Fest Folk përmbyll kështu një tjetër edicion të suksesshëm që sjell një frymë të veçantë gëzimi dhe tradite, ku kënga, vallja dhe kostumet popullore dëshmojnë edhe një herë pasurinë kulturore të trashëguar ndër breza. TV1 Channel e ka filmuar të plot dhe do ta transmetojë në ditët festive Fest Folk 2025.